Qendra për Shëndet Publik në Tetov, përmes Departamentit të Epidemiologjisë, shpalli zyrtarisht epideminë në Gostivar. Drejtori Shaqir Zylbeari njoftoi se për shkak të rritjes së numrit të infektuarve në repartin e infektive së Spitalit të Gostivarit, sot kanë kërkuar ndihmë rreth 104 pacient, 3 prej të cilëve janë hospitalizuar. Sot kanë kërkuar ndihmë rreth 104 pacient, prej të cilëve 3 janë edhe të hospitalizuar. Në repartin e pediatrisë numri ka qenë diku te 145 pacient, prej të cilëve 105 kanë qenë raste të reja, ndërsa 35 prej tyre kanë qenë si kontrole. Po ashtu edhe në repartin e urgjencës ka pasur të paraqitur rreth 9 pacient. Të gjithë këta pacient janë me simptoma të njëjtë, me vjellje dhe me diare, dhe si pasojë e rritjes së numrit të vazhdueshëm dhe të kalimit të limiteve javore, Qendra e Shëndetit Publik në Tetov me Departamenti i Epidemiologjisë shpall si epidemi gastrointestinale. Dragan Koçinski, udhëheqës i Departamentit për Epidemiologji të sëmundjeve ngjitëse në ISHP, tha se deri tani janë dorëzuar 140 lajmërime zyrtare për sëmundje ngjitëse, ndërsa epidemiologët e Gostivarit dhe të Institutit për Shëndetësi Publike ende po anketojnë personat e sëmurë. Она што е битно кога се зборуваме за пријавување на епидемија, согласно и дефиницијата која што е и во законот, дека е тоа едно невообичаено зголемување и во споредба со истиот период од претходните години. Она што морам да кажам е дека треба да се земе во предвид дека за да се пријави епидемија треба да има и официјални пријави за заразна болест доставени до епидемиолошката служба. До овој период се 140, како што кажав и претходно. Me kërkesë të Prokurisë Publike Themelore të Gostivarit janë marrë mostra për cilësinë e ujit nga ujësjellësi i Gostivarit dhe janë kryer analiza. Rezultatet e këtyre analizave do t'i dorëzohen deri nesër Prokurisë së Gostivarit, e cila udhëheq rastin. Sipas Koçinskit, ekipet profesionale kanë punuar vazhdimisht këto ditë që analizat të përfundojnë në kohë. Со цел анализата да биде изработена стручно и навремено, стручни лица од институтот и викендов се на работа и ги анализираат примероците. Резултатите ќе бидат доставени до јавното обвинителство за постапување во текот на утрешниот ден. Морам да дадам исто така апел до населението во Гостивар да соработува со луѓето кои што им се јавуваат за епидемиолошко анкетирање и да ги слушаат препораките на здравствените работници во однос на давањето на мостри, односно примероци за анализа за микробиолошко испитување. Nga Instituti për Shëndetësi Publike thonë se do vazhdohet me analizat deri në konstatimin e plotë të shkaqeve të ndotjes së ujit të pishëm. Agjencia për Ushqim dhe Veterinari të premten lëshoi ndalesë për përdorimin e ujit të pishëm nga ujësjellësi i qytetit të Gostivarit. Qytetarëve u rekomandohet të përmbahen masave deri në lejimin zyrtar të përsëritur për përdorimin e ujit të pishëm.